Java 16 deri në 22 shkurt. Çfarë ndryshon në dashuri, para dhe punë për çdo shenjë? Kjo javë nuk është si të tjerat. Nga 16 deri në 22 shkurt, disa energji të forta astrologjike krijojnë kthesa që nuk mund të injorohen. Për disa shenja, kjo periudhë hap dyert që kanë qenë të mbyllura për muaj. Për të tjera, mbyll cikle që kanë zgjatur shumë më tepër se sa duhej. Vendime të vogla në pamje të parë do të kenë pasoja të mëdha në dashuri, para dhe punë. Universi nuk jep paralajmërime të kota, por sinjale për ata që janë gati të veprojnë. Kjo video mund të të ndihmojë të kuptosh ku duhet të fokusosh energjinë dhe çfarë duhet të shmangësh. Mos e shiko si një parashikim të zakonshëm, sepse kjo javë ka potencial të ndryshojë drejtimin e muajve që vinë. Dashi. Energjia e javës kërkon vendime të shpejta, por të menduara. Në punë, një mundësi shfaqet papritur dhe kërkon reagim të qartë. Bashkëpunimet funksionojnë vetëm kur komunikimi bëhet i drejtë për drejtë dhe pa tension. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë sinqeritet dhe shmangje të konfliktit të panevojshëm. Beqarët mund të përballen me një njohje që ndryshon perspektivën. Financiarisht, kjo javë favorizon rregullimin e prioriteteve dhe shmangjen e shpenzimeve impulsive. Emocionalisht, kërkohet vetkontroll dhe reflektim para veprimit. Nga 16 deri në 22 shkurt, çdo hap i menduar sjell stabilitet më të madh. Kur vepron me maturi, rezultati bëhet më i qëndrueshëm dhe më i sigurt. Demi. Stabiliteti financiar dhe emocional bëhet prioritet gjatë kësaj jave. Në punë, një situatë kërkon durim dhe analizë të thellë para çdo vendimi. Marrëdhëniet zhvillohen gradualisht dhe kërkojnë komunikim të qetë. Beqarët ndihen më selektiv dhe nuk kënaqen me premtime të sipërfaqshme. Financiarisht, është moment për organizim dhe planifikim afatgjat. Në dashuri, siguria emocionale rrit besimin. Nga 16 deri në 22 shkurt, stabiliteti ndërtohet përmes zgjedhjeve të kujdesshme. Kur shmang rrezikun e panevojshëm, krijon bazë më të fortë për të ardhmen. Kjo javë të ndihmon të kuptosh se qetësia është forcë. Binjakët. Komunikimi dhe informacioni luajnë rol vendimtar këtë javë. Një bisedë ose mesazh mund të hapë një mundësi të re profesionale. Në punë, fleksibiliteti dhe mendja e hapur sjellin rezultate konkrete. Marrëdhëniet përmirësohen kur shmangen keqkuptimet dhe analizat e tepërta. Beqarët mund të njohin dikë përmes rrjeteve sociale ose një rrethi të ri. Financiarisht, kërkohet kujdes dhe fokus në prioritete reale. Nga 16 deri në 22 shkurt, zgjedhjet e bazuara në informacion sjellin stabilitet. Kur përqendrohesh në detaje dhe shmang shpërqendrimin, rruga bëhet më e qartë. Daforia. Ndjeshmëria rritet dhe kërkon balans mes emocioneve dhe realitetit. Në punë, një situatë kërkon vendosmëri dhe kufi të qartë. Marrëdhëniet thellohen përmes hapjes emocionale dhe komunikimit të sinqertë. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që ofron stabilitet. Financiarisht, kjo javë favorizon ruajtjen dhe shmangjen e rrezikut. Nga 16 deri në 22 shkurt, fokusimi te siguria personale sjell qetësi. Kur vendos veten në prioritet, gjithçka fillon të balancohet. Kjo periudhë sjell stabilitet të brendshëm. Luani. Vetbesimi dhe ambicia bëhen faktor kryesor gjatë kësaj jave. Në punë, një mundësi për të treguar aftësitë shfaqet dhe kërkon përqendrim serioz. Bashkëpunimet mund të sjellin përfitime, por vetëm nëse shmangen dramat dhe reagimet impulsive. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë më shumë dëgjim dhe jo vetëm dominim. Beqarët mund të përballen me një tërheqje të fortë, por duhet të shmangin idealizimin e tepruar. Financiarisht, është moment për kontroll dhe planifikim të kujdesshëm. Nga 16 deri në 22 shkurt, çdo vendim i menduar sjell stabilitet dhe respekt më të madh.
Kur luani zgjedh maturin mbi impulsin, energjia fillon të punojë në favor të tij. Kjo javë ndihmon të kuptosh se fuqia e vërtet nuk qëndron te kontrolli i të tjerëve, por te menaxhimi i vetes dhe drejtimi i energjisë personale drejt objektivave konkrete dhe afatgjata. Virgjëresha. Organizimi dhe detajet marrin rëndësi të veçantë këtë javë. Në punë, një projekt kërkon vëmendje maksimale dhe strukturë të qartë. Bashkëpunimet përmirësohen kur komunikimi bëhet praktik dhe i drejt për drejt. Në dashuri, është moment për të shmangur analizën e tepërt dhe për të vepruar me ndjenjë. Beqarët mund të njohin dikë përmes aktiviteteve të përditshme ose një ambienti profesional. Financiarisht, kjo periudhë favorizon riorganizim dhe stabilitet. Nga 16 deri në 22 shkurt, fleksibiliteti bëhet çelësi i suksesit. Kur lëshon perfeksionin dhe pranon ndryshimin, gjithçka rrjedh më natyrshëm. Kjo javë të ndihmon të kuptosh se kontrolli i tepërt shpesh pengon zhvillimin. Kur balancohet analiza me intuitën, vendimet bëhen më të qarta dhe rezultatet më të qëndrueshme në kohë. Peshorja. Balanca mes jetës personale dhe profesionale kërkon fokus gjatë kësaj jave. Në punë, një vendim kërkon drejtësi dhe objektivitet për të shmangur tensionet. Bashkëpunimet funksionojnë më mirë kur vendosen kufi të qartë. Në dashuri, marrëdhëniet përmirësohen përmes dialogut të hapur dhe kompromisit. Beqarët mund të përfshihen në një njohje që sjell qetësi dhe stabilitet. Financiarisht, shmang vendimet impulsive dhe fokusohu te siguria. Nga 16 deri në 22 shkurt, energjia ndihmon të rikthesh harmoninë e brendshme. Kur zgjedh balancën mbi presionin, rruga bëhet më e qartë. Kjo javë sjell mundësi për të rregulluar situata të vjetra dhe për të ndërtuar marrëdhënie më të forta. Vendimet e menduara tani ndikojnë pozitivisht edhe në javët që vijnë. Akrepi. Transformimi personal dhe emocional bëhet temë kryesore gjatë kësaj periudhe. Në punë, një situatë kërkon qartësi dhe vendime të forta. Bashkëpunimet funksionojnë vetëm kur ka besim dhe transparencë. Në dashuri, ndjenjat thellohen dhe kërkojnë ndershmëri. Beqarët mund të përballen me një lidhje që sjell intensitet dhe reflektim të thellë. Financiarisht, kjo javë kërkon planifikim dhe shmangje të rrezikut të panevojshëm. Nga 16 deri në 22 shkurt, energjia favorizon mbylljen e cikleve të vjetra dhe fillimin e një faze të re. Kur përballesh me realitetin pa frikë, stabiliteti rritet. Kjo periudhë ndihmon në pastrimin e energjisë dhe ndërtimin e besimit. Vendimet e marra tani ndikojnë drejt për drejt në sigurinë emocionale dhe financiare. Shigjetari. Horizonti zgjerohet dhe kërkon guxim për të dalë nga rutina e zakonshme. Në punë, një ide ose mundësi e re kërkon veprim konkret dhe jo vetëm entuziazëm. Bashkëpunimet përmirësohen kur dëgjohen edhe mendimet e të tjerëve. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë sinqeritet dhe shmangje të premtimeve që nuk mund të mbahen. Beqarët mund të përfshihen në një lidhje që fillon si miqësi dhe zhvillohet gradualisht. Financiarisht, kjo javë favorizon planifikimin dhe investimet e menduara. Nga 16 deri në 22 shkurt, reflektimi mbi qëllimet e jetës sjell qartësi. Kur vepron me drejtim dhe jo impuls, rruga bëhet më e sigurt. Kjo periudhë ndihmon të kuptosh se liria e vërtet nuk vjen nga shmangia e përgjegjësive, por nga zgjedhjet e ndërgjegjshme. Vendimet e marra tani ndikojnë në stabilitetin e ardhshëm. Britsjapi. Disiplina dhe përkushtimi japin rezultat gjatë kësaj jave. Në punë, një përpjekje e mëparshme fillon të shpërblehet dhe kërkon vazhdimsi. Bashkëpunimet përmirësohen kur vendosen rregulla të qarta dhe objektiva të përbashkëta. Në dashuri, stabiliteti emocional rrit besimin dhe sigurinë. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush serioz dhe i qëndrueshëm. Financiarisht, kjo periudhë favorizon riorganizim dhe planifikim afatgjallë. Nga 16 deri në 22 shkurt, energjia ndihmon ndërtimin e bazave të forta.
Kur ruan fokusin dhe shmang shpërqendrimin, rezultatet bëhen të qëndrueshme. Kjo javë sjell mundësi për të konsoliduar pozicionin profesional dhe për të forcuar reputacionin. Vendimet e menduara tani ndikojnë pozitivisht në sigurinë dhe stabilitetin e ardhshëm. Ujori. Ndryshimet dhe idetë e reja marrin formë konkrete gjatë kësaj jave. Në punë, bashkëpunimet dhe rrjetet sociale luajnë rol të rëndësishëm. Një kontakt i ri mund të hapë një derë të papritur. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë më shumë praninë emocionale dhe jo vetëm distancë mendore. Beqarët mund të përfshihen në një lidhje që fillon papritur. Financiarisht, është moment për strategji dhe shmangje të rrezikut impulsiv. Nga 16 deri në 22 shkurt, energjia favorizon inovacionin dhe guximin për të provuar rrugë të reja. Kur balancohet liria me përgjegjësinë, mundësitë rriten. Kjo periudhë ndihmon të kuptosh se ndryshimi nuk është rrezik, por mundësi zhvillimi. Vendimet e marra tani ndikojnë në drejtimin e muajve që vijnë. Peshqit. Intuita bëhet udhërrëfyesi kryesor gjatë kësaj jave. Në punë, një ndjenjë e brendshme ndihmon në zgjedhjen e drejtimit të duhur. Bashkëpunimet përmirësohen kur shmanget idealizimi i tepruar dhe kërkohet realitet. Në dashuri, marrëdhëniet thellohen përmes ndershmërisë emocionale. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga një lidhje që sjell qetësi dhe stabilitet. Financiarisht, kjo javë kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Nga 16 deri në 22 shkurt, reflektimi sjell qartësi dhe vendime më të forta. Kur balancohet ndjeshmëria me praktikën, rruga bëhet më e sigurt. Kjo periudhë ndihmon në ndërtimin e besimit personal dhe stabilitetit emocional. Java 16 deri në 22 shkurt është një periudhë që kërkon vetdije, qartësi dhe veprim të menduar. Çdo shenjë ka mundësinë të ndryshojë drejtimin përmes zgjedhjeve të përgjegjshme dhe reflektimit të thellë. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe çfarë pret nga kjo javë. Mbështete videon me pëlqim. Abonohu në Zërin e Universit për parashikime të përditshme dhe javore profesionale. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për këtë mesazh.